Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Shqiptarët, si dhe gjithë komunitetet e tjera këtu në Shtetet e Bashkuara, po përgatiten për zgjedhjet afatmesme, në të cilat për herë të parë këtu në Michigan kemi disa kandidatë me origjinë shqiptare të cilët kandidojnë për pozicione të ndryshme. Krahas Robert Lulgjurar, për cilën kemi folur më parë, sot kemi një kandidat nga Partia Demokratike, të mirënjohurin biznesmenin John Goci. Johni po lufton për të zënë një vend në distriktin e 13. Ai është i mirënjohur në rrethet e Partisë Demokrate këtu në Michigan, është një ish refugjat i ardhur nga Kosova, tashmë biznesmen, antar i bordit të shkollës Wayne Westland, i cili e përshkruan veten e tij si një punëtor i mirëfillt dhe jo politikan klasik. John, mirë se erdhe. Mirë se u gjete, mas pari faleminderit për teje edhe Alb TV USA, Garnivila dhe gjithë stafi, se erdhen në këtë ditë bukur sot me na animu këtu për me dalë me publikun shqiptar me kallëzu historinë tonë. Ndjehemi mirë nëse shqiptar se ka disa përfaqësues nga komuniteti që në këto palë zgjedhje, sidomos këtu në Michigan, tentojnë të garojnë për vende të ndryshme, tashmë fillimisht në rangun e zgjedhjeve primary, siç quhen, në gusht, të zhvillohen me 4 gusht. Ndër këto zgjedhje ju kandidoni për distriktin e 13. Cilat qytete përfshihen në distriktin e 13? Distrikti i 13 është bukur i madh, përfshin gjysmën e Wayne County. Qyteti më i madh në distriktin tim është Detroiti, çdo san nër 800, plus e kap all the Grosse Points, Grosse Point Woods, Grosse Point Shores, Grosse Point Farms, Great Grosse Point aty përfshin Hamtramck, Lincoln Park, Wyandotte, Southgate, Ecorse, Melvindale, Taylor, Romulus, Allen Park, Lincoln Park, and Wayne. Që nga vërtet një distrikt distrikt shumë i madh. Më madh që përfshin edhe Detroitin brenda qytetit brenda. Po, krejt 90% Detroitin e përfshin, vetëm një pjesë afër Dearbornit nuk e përfshin. Atëre, në këtë distrikt, a ka përfaqësim, a ka banor shqiptar, me origjinë shqiptare? Ka pak atje në Grosse Point, ka disa atje në Taylor edhe në Southgate. Nuk ka shumë, sikur në zonë Trabertit. Në zonë Trabertit ka ma shumë shqiptar, po shumë rëndësishëm ata shqiptar se jenë në ato zonat Trabertit ose Temen, ose në Renushas, më regjistru mas pari me votu edhe me kuptu se votimi kryesor hapi par është në Gush 4. Mos e fitoft Roberti në Gush 4 me reprezentu partinë e vetë, a i del pe i loje. Edhe unë e njejtë, po unë jem ka kandidoj si write-in. Duhet me si write-in, nuk jem balat. Kër shkojnë me votu, nuk do të shohin emnin tam, se a i Shri Tanadar, se jem ka koroj kundra tine, a i mi ka challenge signatures. Po tashmë është... Po, ku mi ka boj challenge, unë e dola mongi 140 signatura, si kom grumëllu vetë 700 signatura, i kom marrë do vullnetar momentin e fundit, se ja pat nis me rashi javën e mram, e ishte pak probleme i marrë signaturat. E mora një firmë për $5,000, për me mi mbledh 500 signatura, me pas si sigurim, si insurance, me siguru se dal në balat. Për se duen 1,000 dush me pas për me qitë emnin në balat. Ajo firma se mora, kishtin, do më thonë, kishtin marrë dikon me punu për ta, pa aj person kishtë falsifiku emnin e tyre. Ku mi boni challenge mua i Shri Tanadar, konkurenci jam se ka pozitin tash, i thash aty në hej, këta jënë ka lypin letër njoftimin ati personit se ka cirkilu këto peticionet. Thanë, jo, si më ka mundin me gjetë, nuk o kanë hap telefonin, tash qështë so ka hap telefonin, kush e merë njerën punë pa njërë. Mi këthyn paret mrapan, ata e bon një krim, pa une ja pava sherin e tyne, po nejse
merë shansa të ashti. Nuk kom me pas emnin aty, dy rrugë i ki. Del pe i loje, ose vazhdo rrugën ma të fortë, ma të zërë. E unë e vazhdova, thash se edhe në hupshan këtë ranë, unë do të vazhdoj write-in. Edhe November do të vazhdoj write-in. Edhe masë të maran zjedhja, masë se fitofsha November, unë do të shpalli zjedhjen për 2028 me njëherë, se për gjdo 2 vjetë jenë zjedhje. Okej, so, për t'ja shpeguar votusin, nëse ka shqiptar në të zonë, a kupton? Edhe atyre që do të mbështesin ty, emri jot nuk do jetë në flet votim, në ballot. Atëre, writing do të thotë që ata duhet ta shkruajnë emrin tënd? Po, është një circle aty mushin, edhe shkruajnë emrin tënd Gjan Goçi. Çikesh më challenge, më e vështirë. Kjo challenge, shumë, është sukur mi pa thonë dikuj para 50 vjetëve do të bëhet Kosova shtetin pavarur. Çaq challenge është, po do ka me marrë do kohë, po u bë edhe Kosova shtetin pavarur. Megjithatë, kjo challenge kërkon më shumë name recognition, si që thonë Amerikanët. Do më thënë që do që të njihesh nga elektorati. Si po organizon fushatën për të qenë i njohur? Është pyetje shumë e mirë. Tash ti gjinja nuk ta shohin emrin aty, ti dush me informu se ti je opsion për ata me ta shkruaj emrin aty. Aja do të kushton shumë kohë. Unë jem ka marrë do vullnetar, edhe kus muna me gjetë vullnetar, duhet me i ble. Duhet me marrë do punëtor, me dalë me tërkit në dera, do dalim në për komuna, do t'i zgjedhit do komunat vogla, mas pari se është 17 komuna gati në këtë zonë. Për randën e parë për gusht, do të koncentroj në 4 komuna. Në që ato 4 komuna, do të dalim në radar, se i pas ka marrë do vota. Tëni në November, apet do të vazhdoj, edhe atje koncentroj do komuna tjetra. Okej, tash ti duke u futur si writing. Ti mund garosh edhe jashtë partisë? Jo, duhet vetëm në të degë partisë. Unë ka konkurroj si kandidat i partisë demokrate. Po pra, edhe nëse personi, për shembull, në zgjedhjet afatmesme, primaries, kundërshtari yt fiton se ka emrin aty. Po. Ti prap mund të futesh edhe në... Yes, si write-in, yes. Si write-it. Yes, absolutisht. Unë e kom planin qofse dhe se fitojnë këtë rand, unë për 2028 do të jem i pari në rand. Do të vazhdoj bëj bazën. Ky distrikt, nga zgjedhjet e mëparshme, është përgjithsisht demokrat? Këtë me ardhë Krishti me hisi republikan s'ka shansë me fitu, se është 90% demokrat. Okej, është zonë demokrate. Zonë demokrat. E kuptoj Wayne County, edhe është coptu si është ndërtuar ndoshta edhe. Se ndaqë ke marrë vesh se janë ka bën disa problema në Texas, në Kalifornia, janë ka vizatojnë vijet, ndryshojnë vijet të zonave, adin janë ka mbledhin votat. Zonat votat si pas orientimit. Po, se din si votojnë gjinja. Okej. Ju keni ardhë në Shtetet e Bashkuara në moshën 9 vjeçare. Si ka ndikuar përvoja jote si emigrant që vjen nga Kosova për të kuptuar the challenges apo sfidat që hasin familjet e zonës së Detroitit, të neighborhoods? Ka herë më vjej nati sa lete kanë shqiptarët se po vinë tash në Amerikë, për para ku e në ardhë nas ka pas shumë shqiptarë, në 79 një në ardhë. Edhe ata shqiptarë si Hong Kong këtu s'kanë pas pasuri ose mundësimet një mobile. Ku erdhëm na, unë e konsideroj vendin tam si gjeneti. Jem lind bjeshk, si me thonë, jem lind unik. E kena Gjerovicën, jem rrit në bjeshkën Gjerovicë, gjithë verë shkojshim atje. E kom bo një jetë mërkollushim atje. Ku je marrë këto, për 9 vjeqarë si je marrë, unë je marrë si me më ka dok shumë keq. S'kisha shoqni. Agja jam s'kishte punë për babën me gjithë, s'kishte mundësin 79 me gjithë punë, si ishim mshel fabrikat, nafti o konë shumë shtrajt atër, o konë problem me Iranin atër edhe atër, o konë pa bo gazi shumë shtrajt, ekonomia o konë para në dëgojnë këtu, ishte problem me gjithë punë. Të një baba gjithi një punë të Gjaferi Lezi, se ka pas një restoran Red Apple, atje në Wayne, ajo puna parë, like e enë atë.
Na jetojshim në dhomë, ku ishte utility room e thirim këtu në Amerikë, ku ishtin makinat me lateshat, kishte bojlerin me nxe ujt edhe ajo me nxe arin. S'di që shtirët shqip, se si kena pas fërnisin të është forrumin, që shtirët shqip s'di. Ishte i dhomë me 2 shtratat, ishim unë e baba edhe 2 vllazërit edhe motra, ata ishin vëgjël, ma të vëgjël, unë isha ma i madhi 9 vjeçari. Unë mendova se është për nena 2, ajo dol për 2 vjet, dhe i dol në shtëpi tonë. Ishte pak vështirë fillimi jonë. Edhe në Westland kishim problem se s'kishte shkolla eme, edhe ne kishte edhe emnin e kishte në Naser në atë farvakti. E kom ndru emnin, se ma kishte ku im lindën, ma kanë gjitë emnin doktori, ishte kon doktori pe Egjiptit. E ka lyp nërën, a ka mundësi me janë gjitë emnin. Agja, nuk ishte baba të Agja tha po, marë në gjitë emnin, ma kanë gjitë emnin Naser. Emni Naser s'ka lidhje me shqiptarë. Në fakt, Naser ishte në mik i shqiptarëve, se ai ka ngrit famë në Egjipt se ka rëgju shqiptarin për pushtetit. E ndrova emnin e bona Gjan, emët bukur, se me pa pas Naser pak mazër e kishin për rajrin.